Padyshim që kjo është një nga veprat goxha të vështira për aktorin, po njëkohësisht edhe privilegj. Absolutisht unë do e quaja privilegj dhe konsideroj vërtet veten të privilegjuar që mu dha mundësia për të interpretuar Ricardin, për të hyrë në hollësinë e mendësisë shakespeariane dhe gjithaj vrull brenda njeriut i cili shpeshherë di të shfaqi të brenshmen, të panjohurën brenda nesh dhe kështu me radhë. Unë jam vërtet shumë i lumtur që ne patëm fatin për një periudhë jo të shkurtër, janë kaluar gati 3 muaj ditë të provave intenzive bashkë me kushtërimin dhe me gjithë stafin e teatrit shqiptar. Madhështia e Shakespearit është pikërisht kjo që ai reziston kohës, shekujve dhe do vazhdoj të rezistoj, sepse është shumë aktual. Për fat të keq, ne në kohën ku ne jetojmë, ose këtë mundësi na jep ndoshta teknologjia apo informacioni që ne kemi në plam të dorës dhe shohim çfarë ndodh në rrugëllimin toksor. Për fat të keq, Ricardat kanë qenë, janë dhe për fat të keq do ekzistojnë. Kjo luftë e pushtetit, kjo luftë e bullizimit, kjo luftë e pa drejt kundër mirës dhe të keqes. Në fakt, Ricardi kam përshtypjen që është një shembulltyr e një të keqe shumë të madhe globale, po që nëpërmjet Ricardit del në pa. Dhe unë edhe në shumicën e punës që bëm me cilësova, rastësisht lexova një anekdot afrikane, e cila thot fëmiu i cili nuk përqafohet nga fshati, ai do e ndezi atë vetëm për t'ia ndjen ngrohtësinë. Dhe mendoj që thelbi i Ricardit është ky. Kam vrasje të shëptuare. Më gati që kam bërë si matë të shmerë. Më vlidhë të gjithë. I gjithë do të thrasë një fajtonë. O, zëtë erë. Asë më shtupido. Dhe kur të vdes asë kujt, nuk do t'i vijë të keshë për mua. Ka mesazhe dhe ka copza monologjesh që ne mund t'i dëgjojmë sot dhe ata funksionojnë, qoftë për atë që ne jetojmë në ditët e përditshme. Ne shohim çfarë ndodh me politikat qoftë globale, qoftë ato vendore. Dhe çfarë mos mund të bëjë njeriu vetëm për të ardhur, për të shkelur mbi kufoma të gjalla për të ardhur deri në pushtet, ose duke, domethënë, vepra është e tillë dhe do ngelet madhështore sepse është Shakespeare i vet.